Drejtësi për Martin Canin, një sistem drejtësie që dështon fëmijët dhe shoqërinë. Prejardhja e tragjedisë. Më 18 nëntor 2024, 14 vjeçari Martin Cani u vra brutalisht pranë shkollës Fannoli në Tiranë nga bashkëmoshatari i tij, Mario Përleshi, në një konflikt që filloi për një sharje banale. Ngjarja, e klasifikuar si vrasje në rrethana cilësuese, solli në pa jo vetëm dhunën midis adoleshentëve, por edhe dështimet sistematike të drejtësisë shqiptare. Gjykata e mbyllur, një drejtësi e paqartë. Seancat gjyqësore për Përleshin po zhvillohen me dyrë të mbyllura, duke lënë shoqërinë në errësirë për procesin. Prokuroria ka rënduar akuzën, por kërkesa për arrest me burg për një krim kaq të rënd duket e pamjaftueshme, veçanërisht kur fajtori nuk ka shfaqur pendim. Fakti që shteti duket se mbron të miturin nëpërmjet përgjysmimit të dënimit nga 20 në 10 vjet burg për shkak të moshës, ndërsa ignoron rrezikun që ai përfaqëson për shoqërinë, është një tallje me drejtësinë. Kriminalët e vegjël dhe mbrojtja e prindërve. Përleshi nuk është vetëm përfaqësues i dhunës së pakontrolluar midis të rinjve, por edhe i një kulture prindërore që mbulon fajin. Siç theksohet në komentet publike, prindërit që nuk edukojnë fëmijët për përgjegjësi do të jenë pjesëmarrës pasiv në krimet e tyre të ardhshme. Ky adoleshent, i cili fsheu armën dhe u tregua i patrembur në dëshmi, mund të bëhet një kriminal i rritur pa ndërhyrje serioze. Dështimi i prokurorisë dhe gjykatës. Prokuroria dhe gjykata nuk kanë trajtuar rastin me ashpërsinë e duhur. Riklasifikimi i krimit nga vrasje me dashje në rrethana cilësuese ul rëndësinë e veprës, ndërsa mungesa e transparencës në seanca krijon dyshime për influencat e jashtme. Për më tepër, mungesa e pjesëmarrësve të personave të tjera të dyshuarve, si dëshmitari i ngjarjes Luis Mecaj ka dëshmuar nuk gjenden askund. Krimi ka rënë i gjithë mbi më, për kjo tregon një hetim të paplollë. Thirrje për drejtësi dhe reformë. Transparencë, seancat duhet të jenë të hapura për publikun dhe mediat. Dënime më ashpër, mosha nuk duhet të jetë justifikim për reduktimin e dënimeve për krime të tilla. Përgjegjësi prindërore, prindërit e të miturve kriminal duhet të ndëshkohen për neglizhencë. Edukim kundër dhunës, shkollat dhe institucionet duhet të implementojnë programa për parandalimin e dhunës. Vrasja e Martin Canit nuk është thjesht një tragjedi personale, por një simbol i dështimit të sistemit të drejtësisë dhe shoqërisë për të mbrojtur të pafajit dhe ndëshkuar fajtorët. Kërkohet një revolucion moral dhe ligjor që të mos përsëritet ky skenari i tmerrshëm. Drejtësia për Martin, drejtësi për çdo fëmijë shqiptar. Ky artikull bazohet në faktet e raportuara nga mediat shqiptare dhe reagimet publike, duke ekspozuar dështimet sistematike që lejojnë krimet e papënduara të ndodhin.